mirë se erdhët përsëri. Do të përgatisim tani një bukë misri me kos. Me mielin e verdh apo me mielin e bardhë nga Atlas, ose të dyja bashkë. Pra një përzierje është më idealja. I kemi gati produktet në tryez, gati do t'jenë dhe për ju për t'i lexuar, për t'i shënuar produktet dhe pse jo, ta përgatisni një moment të ditës tuaj. I shkon kjo buka e misrit kësaj ditës së sotme me shi edhe kosës, tinës e gjithave. E gjithave, gatimeve që mund të keni, mund ta shoqëroni me shumë gatime të traditës, si kemi sjellë pasere, mos harroni dhe tushit. Edhe me kosë, është tjetër variant kjo. Kemi dhe tushit. Shumë mirë. Ja një kulaç me, siç e keni pra të shkruar, me miell misri dhe kos. Kemi 200 gram miell misri bardh, 100 gram miell misri i verdh, 2 vezë, 4 lugë kos, krip, pak sot buke, ujë të vluar, vaj ulliri. Për masën sipër, pra do t'i vendoset një shtresë sipër, 5 lugë gjelle kos, pak ajkë qumshti, pak hudhër dhe kjo sipas dëshirës dhe krip për të rregulluar dhe për ta mbajtur atë shijen e mirë të kulaçit apo të një buke misri, se ne ta quajmë kulaç në gjuhën tonë këtu, se ka kosin, ka vezën dhe sigurisht jep atë idenë e gatimit të një kulaçi. Atëherë. Vezët. Shpërbëjmë vezët bashkë me masën e kosit. Me vaj. Një shpërbërje derisa shtoj ujë të nxehtë. Mas sode, mas kripe. Miell misri të verdhë. Nuk më duhen këto. Kam në pjesën tjetër. Ka jo shtresa e sipërme. Në bazë të safsisë që ju shtoni, normalisht është edhe mielli. Miell të verdh, unë shtoj më tepër, e kam ku e kam. Nëse duam që ngjyra e Çfarë kulaçit të dominoj? tek verdha, do ta shtojmë pak më shumë. Nëse duam një ngjyrë normale të kulaçit, e shtojmë të bardhin. Shtoj dhe normalisht unë po shtoj më tepër se do bëj një masë të madhe dhe më të madhe mielli i këtu. bardh apo i verdhi është pak më i imët. E trazojmë që produktet të bashkohen. Të bashkohen. Ajo shtresa e sipërme do të vendoset pasi të piqet, mbas pjekjes. Pra që të jetë e nxehtë. Normalisht. E di që piqet shpejt kulaçi apo buka e misrit, do ta vendosim për të pjekur në furrën tonë të ngrohtë. Dhe më pas do të tregojmë procesin e asaj shtresës që do t'i vendosim sipër me kos po ashtu. Sipas dëshirës edhe në një thelpi hudhër, ne kemi një thelpi 2 për ta grirë dhe e tregojmë pak më vonë. Që më pëlqen tani, shtoj, se jep edhe një shije më të veçantë, prandaj nuk po quaj, nuk po e them, nuk po bëj atë dallimin e bukës misrit bashkë me kulaçin. Kulaçi, që quhet kulaç ka kosin, ka dhe sodën. Buka e misrit nuk mund t'i ketë sodën, sepse nuk mund të quhet bukë misri. Buka e misrit duhet të dali sa më e sheshtë buka e misrit. Kulaçi që ka fryrësin del, ka një volum akoma dhe më të jojnë akoma, por ka shumë fish se sa
buka e misrit. I shtoj pak gjalp për të dhënë atë aromën e duhur. Pra gjalpi në këtë pikë edhe vaj i japin një shije shumë të duhur. E punoj të gjithë brumrat. Duhet të punohen mirë. Them unë është shpreha ime deri në qeliz. E punuam, marrim këtë tavë ndoshta që se përdorëm? Po, atë. Atë tjetë pak vaj. E nivelojmë. Rendisim dhe njerë së bashku, sa të vendosim brumin tek tepsia, përbërësit e këtij kulaçi me miell misri dhe kos. Shihni pak, miell misri të bardhë, të verdhë, dyvez, kos, krip, sot buke, ujë të vluar, vaj ulliri. Për masën, si për kulaçit, pasi të jetë pjekur në furrë, do të shtojmë. Do të trazojmë bashk 5 lugë kos, aj këqumshti, hudhër të shtypur sipas dëshirës edhe pak krip. Kjo masë kremoze do t'i vendoset kulaçit sipër pasi ai të jetë pjekur. E nivelojmë masën e brumit që përgatitëm me këto përbërës që unë rendita. E vendosim në një tavë, sigurisht që tava nuk do të jetë shumë e thellë, të mbledhur, në mënyrë që të jetë vendosur në taban ajo pjesa e brumit, që është një brum, po themi një brum i lidhur, është me miell misri, është një brum i tillë që e di shumë mirë që disa në visa, pa u mbaruar ose pa dëgjuar fare shpjegimin që i kemi dhënë, do thotë jo bukmisri nuk është bukmisri, nuk është kulaç, shumë mirë. Pra e thash, bashkimi i mielrave të dy mielrave të misrit nuk mund të quhet kulaç. Sepse ka mielli i misrit nuk mund t'i vendosim neve fryrës, nuk mund t'i vendosim vezë. Pra buka e misrit nuk do as vezën, as kosin, as një gjë, bëhet thjesht ujë krip. Kulaç ne mund ta quajmë, prandaj them kulaç me miell misri, sepse ka kosin, ka fryrsin, ka vezët. Okej. Që të jemi të qartë për emrin e recetës, ë? Jo, shpeshherë. Po japim përgjigjen para se të na pyesni. Edhe duhet të bëjmë mirë sepse anglisa shpeshherë mund ta kapin në gjysmë të ekzekutimit të recetës dhe shpjegimin se kam dëgjuar, dhe është mos e normale, se merrem me punë. Ja, pra, mbaroj kulaçi. Pra derisa unë ta kem këtë nivelimin e duhur, këto plasaritet në fund fare do t'i keni, sepse e lëshon një misri. Edhe kur të piqet ashtu do plasaritet në sipërfaqe. Po ne na duhet ajo plasaritet se do t'i shtrojmë atë shtresën me kos, edhe ajo do depërtoj brenda, edhe shija do të përmirësohet. Do ta pres, që të depërtoj kosi. Mos mbasim kohë, po e vendosim direkt të piqet, se duam që ta tregojmë deri në orën 10 kur të përfundojmë gatimet në total, të tretën do ta rregullojmë dhe sistemojmë më pas publicitetit. I vendosëm të dyja tavat në furrë, të tilla ishin recetat pra donin furrën e ngrohur. U bë tava bukur fort. Kjo ishte pra tava e parë që përgatitëm, Albanasa po e solli nga furra, sepse do të merremi tani me kulaçin me dy lloje të miellit të misrit bardh edhe të verdh, sepse në recet ishte edhe shtresa e sipërme. Ja çoj edhe aty te vendi. Sa herën të çojmë kam. Kështu ta lëmë në errësirë në dollap, dhe do të presim për sa kohë, 2 javë ndoshta, më shumë, të shohim. 2 javë sipër. 2 javë. Do të marr. Është pjekur, duket që luga thika nuk lyhet me brum, që tregon se kolaçi ka marrë ngjyrën që ne duam. Duke që tek prerja që është kulluar, është pjekur, do të shtohet kosi, pak krip i shtuam. Kam ajk kosi, me pak krip, po.
me kos. Më shoh edhe pak vaj të lutem, sepse jep. Opsionale ishte hudhra. Po të duam. Lere sot mos na shto hudhër sot. Jo, nuk po e shtoj sepse kam bombarduar me hudhër. Ne shtojmë tani në sipërfaqe, mbulojmë pjesën e sipërme në mënyrë që të depërtoj tek të çarat që i bëm kulaçit. Një luk të kem unë këtu. Prandaj duhet jetë e ngrohtë, sepse përthithet. Dhe ja, mbaroi. E lëm të përthithet mirë. Po depërton nga vash avash në portoçarat e veta. Ja. Nëse e shoj, muqën ka nxehtë. Është nxehtë, por prandaj dhe super shije do të ketë në fund, do të mpikset më pas, nuk kemi ndërmend ta vendosim në furrë. Jo, siç është në atë avujt ngrohtësinë që vjen nga poshtë. Nuk kërkon atë e fortë që të bëhet tull, pra duhet thjesht derisa të fika mos e përlyhet me pjesën e brumit. Dhe ju kur ta servirni do të keni atë copën, atë kulaçin poshtë dhe pjesën e sipër. E hollon, mund të vendosi pak vaj, hudhra është gjithmonë opsionale si të dëshironi ju. Më kaq. Ore kësë mbarë të keni. E të lumshin duart. Edhe një përmbledhje se çfarë i duhet recetës për atë kulaçit me kos, me vezë, me pak sod, nëse kulaç me miell misri, kështu të themi. Të dyja llojet e miellit madje, ne përdorëm pak më tepër. Ju në recetë keni miell misri të bardhë 200 gram dhe 100 gram miell misri të verdhë, por mund të ndryshoni vendet nëse e doni një ngjyrë që të dominojë ngjyra e verdhë e miellit të misrit, 2 vezë, 4 lug kos, pak krip, pak sod buke, ujë i vluar, vaj ulliri, dhe për pjesën e shtresës së sipërme që sapo e ndoqëm, na duhen 5 lug gjelle kos, kosi duhet të jetë i trash, duhet të shtoni dhe ajkën e kostas ose ajkën e qupshtit, hudhër, sipas dëshirës, ne nuk e shtuam sot, dhe pak krip që të ndihet ajo shija e sipërme mos jetë kështu pa shije ose neutrale pjesa e sipërme e kosit. Ky është pra kulaçi me miell misri dhe kos. Tani ty të lumshin duart, falenderoj për recetat. Faleminderit. Si shpërblim ndaj punës tënde të vyer, sot do të bëj një kafe, si thua. Mos. Hajde ta bëjmë bashkë. Hajde me mua. Kemi ndezur ekspresin? Lavaza Modomia është shpëtuesi ynë, aparati që na sjell energjinë që duam për ta nisur ditën dhe për ta vazhduar atë. Lavaza është një emër i njohur dhe i fuqishëm në tregun e kafes në botë, me origjinë nga Italia, ardhur në Shqipëri, duke na pasuruar ditën tonë, duke na dhënë energjinë e dur, aromën dhe shijen që i duhet çdo njeriu për të nisur mbar ditën. Ky aparat mund të bëhet i juaj, duke porositur për në zyrë, për në shtëpitë tuaja. Në çdo vend mund ta vendosni, në shtëpinë e dytë, kudo që ju e konsumoni kafen, po mbi të gjitha, e veçanta e gjithë emrit të ngritur dhe si një skulptur i lavacës është pikërisht mënyra se si funksionon aparati, kemi shpjeguar her pas here, mënyra se si ai e sjell dhe transformon shijen e kafes, duke ruajtur komplet aromën dhe shijen përmes presionit të shtypjes në mënyrë që këto kapsula të sjellin maksimumin tek ne. Sot do përdor kapsulën me ngjyrë portokalli, që është deliciozo. Mjafton ta vendosim në aparat. Filxhanin këtu, kemi butonat cilat tregojnë sasinë që ne duam t'i marrim asaj kapsulës ose mishelës për 7.6 gram kafe që ajo ka, ne duhet të shijojmë maksimumin e shijes. Presioni i shtypjes dhe i shtrydhjes mirë të kafes është i rëndësishëm në një sistem unik që funksionon nga ajat e zhëja i balancuar. Unë do të zgjedh një kafe të shkurtër tani për Albanën, ndërsa sot me këtë kohë mua më nevojitet kafja me shije intensive. Lavaza Modomia intenso. Shifeni pak mënyrën se si kjo kafe vjen në filxhanin tuaj, me aromën, me kremozitetin, me ngjyrën, duke përzgjedhur 150 lloje të kafes në mbar botën, duke i sjellë ato në mënyrë unike, edhe përmes llojeve dhe mënyrave të ndryshme të procesit të kafes, janë variantet e tjera,
si që shihni në raftet tona, për cilat do të kemi mundësi t'i përdorim edhe aparatet e tjerë ose mënyrat e tjera të servirjes. Tani, me sheqer? Si të duash ti. Ja. Të bëft Me një mirë. dorë që zgjatet. Të bëft mirë. Ups. Ajo rrufitja jote u bë virale, kështu që ti pjesi të duash. Tani ne mbarua me hapësirën e gatimit, të bëft mirë kafja, reatohuni, të bashkë do të reatohemi në bisedën tonë me të ftuarit, me njëherë pasi të përfundojnë lajmet. Të bëft mirë.